Shpesh mendojmë se rreziku më i madh është të humbasim pasurinë, shëndetin apo njerëzit që duam. Por pejgamberi alayhis salam na mësoi se ekziston një humbje shumë më e madhe. E ajo të humbasësh mëshirën e Allahu xhalleshanuhu. Një ditë, para se të mbante hutben, ndodhi diçka që i habiti edhe shokët e tij më të afërt. Ai u ngjit në mimber dhe në shkallën e parë tha Amin, në të dytën Amin dhe në të tretën Amin. Asnjëri nuk e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Pas përfundimit të hutbes, sahabët nuk e lanë pa pyetur. O i dërguari i Allahut, sot dëgjuam të thuash 3 herë Amin. Nuk ishim dëgjuar më parë diçka të tillë. Përse? Pejgamberi alayhis salam u përgjigj. Më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe bëri 3 lutje. Për secilën prej tyre unë thash Amin. Ky nuk ishte një dialog i zakonshëm. Ishte një mesazh nga qielli, një paralajmërim për çdo besimtar deri në ditën e gjykimit. Lutja e parë ishte: Qoftë i larguar nga mëshira e Allahut ai që arrin Ramazanin dhe del prej tij pa i falur Allahu mëkatet. Mendoni për një çast. Pastaj Xhibrili alayhis salam bëri lutjen e dytë. Qoftë i larguar nga mëshira e Allahut ai pranë të cilit përmendet emri i O Muhammed, dhe ai nuk dërgon salavate mbi ty. Më pas erdhi edhe lutja e tretë. Qoftë i larguar nga mëshira e Allahut ai që arrin prindrit në pleqëri, njërin ose të dy, dhe nuk e fiton xhennetin përmes tyre. Këto 3 lutje nuk janë vetëm një ngjarje historike. Ata janë një pasqyrë ku secili prej nesh duhet të shoh veten. A e vlerësojmë Ramazanin? A dërgojmë salavate kur përmendet pejgamberi alayhis salam? Apo sillemi me mirësi ndaj prindërve tanë? Le të mos jemi prej atyre për të cilët Xhibrili alayhis salam bëri lutje e pejgamberi alayhis salam tha Amin. Allahu na bëf prej atyre që përfshihen nga mëshira e tij. Amin.